Përshëndetje të gjithëve. Për fat keq, pushimeve u erdhi fundi dhe më duhet të vazhdoj punën time këtu në Gjermani dhe të jap shpjegime çdo gjermani të bardhë përse jam kaq i hiperpigmentuar, që do të thotë pse kam kaq shumë ngjyrë. Atëherë, këtë video dua ta bëj për si një tip reaction video në lidhje me një shkrim të timi në lidhje me check-upin. Për fat të keq, të dashur ndjekës, është kështu, njeriu në jetë nuk i vlerëson gjërat që i merr falas. Edhe për mua, për fat të keq, kështu ka qenë gjithmonë. Më shumë kam gëzuar për gjërat të cilat kam luftuar për në jetë ose më është dashur të paguaj. Unë kam dëgjuar shumë gjëra për check-upin, jo kështu po ashtu, dhe nuk dua as t'i bëj reklam, me thënë drejtën, nuk kam asnjë lloj interesi, kam zero interes. Por vetë prindërve të mi u kam sugjeruar ta kryejnë check-upin. Këtë flas nga eksperjenca personale, sepse kam punuar si mjek familje fillimisht në Shqipëri, ku më duhet të kryeja dhe pacientëve të mi check-upin. Pse e sugjeroj? E sugjeroj sepse nuk e di ku bën analizat, s'kam informacion fare, por kam besuar analizave dhe të gjithë pacientët që i kanë bërë check-upin, kanë bërë dhe diku tjetër, i kanë dalë të sakta analizat e check-upit. Pra i kanë dalë të njëjtat me një X laborator që ata e kanë besuar. E dyta është një ekzaminim goxha gjithë përfshirës. Aty përfshihet gjaku komplet, që është rutinë, në të cilën mund të zbulohen anemi, mund të zbulohen ndryshime në ruazat e bardha të gjakut, ndryshime në trombocite etj. Pra shumë e rëndësishme. Është mirë që çdo njeri ta bëj çdo vit. Ajo që gjithashtu mua më duket optimale është përfshirja në check-up gjithashtu e bilancit biokimik, ku janë përfshira vlerat e veshkave, vlerat e mëlçisë, nuk e mbaj mend nëse janë elektrolitet, por që janë parametra shumë të rëndësishëm që duhet kontrolluar të paktën një herë në vit. Dhe ajo që është akoma dhe më e mirë është që në check-up ishin të përfshira dhe yndyrnat. Kush e di, kush është dashur ta bëj, e di që ti bësh në laborator, janë me lek yndyrnat dhe nuk kushtojnë pak nëse bën një profil të kompletuar siç e bëjnë në Shqipëri. Unë kam thënë dhe në video të tjera, ne i dhëm më shumë theksin LDL-s, në Shqipëri vazhdojnë i bëjnë që të gjitha, po është okay dhe ti bësh të gjitha, nuk është gabim. Pra, ajo që duhet të them është që të gjithë ata që më shkruajnë, dua thjesht të bëj një kontroll. Çfarë kontrolli të bëj? Check-upin. Pse jo? Është gute Preis-Leistung, thot Gjermani. E ke falas, është i sakt, është i sigurt, pse jo? Dhe aty përfshihet si përfundim dhe një EKG, një EKG e zakonshme, e qetësie, e thjesht, ku mund të shikohen edhe disa probleme kardiake, jo çdo problem. Kush kërkon më tepër, sigurisht ka dhe ekzaminime tjera, po është një ekzaminim shumë i mirë bazik.